betohem në flamurin kombëtar, parafërsisht në besën shqiptare, se të gjitha aftësitë e mia, mendore, fizike, materiale, kam i vu në shërbim të atë. A ma tregon si ka qenë formaliteti? Për antarësim. Edhe si organizohet. Edhe këtu muna me gabu në tekst. Po nuk po e kërkoj tekstin, po më intereson procedura. Të procedura, flamuri kombëtar, dora mi flamurin kombëtar. Edhe betimi. Betimi. Betohem në flamurin kombëtar, parafërsisht në besën shqiptare, se të gjitha aftësitë e mia, mendore, fizike, materiale, kam i vu në shërbim të atë. Rënoft kombi shqiptar, rënoft flamuri shqiptar. Dhe parafërsisht të merë këfun betimi. Ju u rrezikuat. Kur u rrezikuat, ju u arratesët drejt Shqipërisë. Qysh e kuptut ju që jeni të rrezikuar? Unë këtë keshë të vetëruar. Ramadan Gjema ishte një mjekë në spitalin e Prishtinës, ka qenë njoftë, pasaj në shkojnë Amerikë. I shkojnë dy udhëbash, njëri e bon kontrollimin, kurse ky tjetri thotë ku po dalim sonte, se ka pas rregull në përmeshët me dalë për kafe. Thotë sonte s'mund me dalë se nesër në ora 5 kena me buruas sabrin o sjellën. Thotë mirë. Këta shkojnë, Ramadan Gjema vazhdon punën deri sa kry. Dhe në fund të orarit. Po, kur kryet puna, ai prej punës drejt vjen te dyqani im në rrugën e Mahallës së Magjerve. Kalon para duhoj se ma bërë një shaj me krye, unë dojnë e masina. Ta me të e bërë me dhe një shetitje të vogël deri te ky restorani poshtë, edhe më kallëzoj. Tha, Sabri tha, unë e po të kallëzoj qështu, ty nash besom, nash më beso. Erën dy udhëbash, njoni i kontrollova, njoni i tha tjetrit, ku po dalim sonte?